A dini sa aborti ndodh sot në Kosovë këtu? Mi po sot a vritën fëmija forma të ndryshme vritën. Çdo fëmijës që është në barkun e nonës vet, i vjen shpirti, ai ka marrë ngjall ditën e gjykimit se është njeri. Edhe ai do t'i thotë babës ose nonës ose kush ka marrë vendimin me vrasje. Pse mbrojti? Pastaj vrasja e vlladit. Të ndrohet vëllazër. Të kaluar njerëzit kanë kalu qesh në egërsi edhe qesh janë bosë shtazarat, so që e ka vëra e ka mytë djalin e vetë ose vojzën zakonisht. Mirë, sot do shta rrallë kush e banë këto. Mi po sot a vritën fëmija format ndryshme vritën. A dini sa aborti ndodh sot në Kosovë këtu? Edhe mos i t'i vjen shpirti fëmijës në barë. Sa aborti ndodh? Ajo është vrasje. Ajo është vrasje. Çdo fëmijës që është në barkun e nonës vet, i vjen shpirti, ai ka marrë ngjall ditën e gjykimit se është njeri, u kompletui, ka shpirti. Ai është njeri. Edhe nëse vetëm një ditë ose një moment ka jetuar me shpirt. Edhe ai do t'i thotë babës ose nonës ose kush ka marrë vendimin me vrasje. Pse mbrojti? Veç nuk kompohen, veç s'po të shekër kush, s'po bëhet e madhe. E kështu që edhe sot ekzistojnë vrasjet e fëmijëve. Mirë po, quhet abort, quhet planifikim familjar, quhet shtatzanie pa planifikume, se kum pas planesh. Po se janë këto plane në dorë tonë as temën. Këto plane tjetër kush i volos? Na i bajmë, ama tjetër kush i volos këto plane? Ndërsa dikush tjetër e jep këtë pasunin për me më rri, me pas një evlat në prehem, këtë tjetëri quhet edhe e vret fëmijën. E kështu që aborti, masi t'i vjen shpirti fëmijës, në barkun e nonës, kjo është vrasje e njeriut. Mirë po vrasje moderne. Si thot kërkush vrasje abort. Bile çka nxitet në ta. Sot nxiten në ta. Por ata kur i themi njerëzve të cilët na pyesin se mos lejohet me bë abortin, duhet me duru me pas sabër edhe me pas mendim mirë për Allahun, se Allah do t'ja hap rrugën, do t'ju nxjerr prej situatave, të cilat pe përmendin që janë të favorshme për juve. Çuditën. Bile do prej tyre të thënë parë je që më thukësht. A kjo është vrasje? E pejgamberi alayhis salam për gjunah më të rënda, më të shëmtuar, që s'ka del me vron njëri vllahun e vet. Pse? Valla po marr risk. Pse? Valla po bëhen fëmijë kallabllak kur tani shmi mojt, po kush jeti mojt, me çush jeti mojt vetë. Ty kush është të mojt? Allah thotë mos i vretni fëmijët, sepse na i furnizojmë ata dhe juve. E nëse ata i frikson, i vritni për shkak të frikës së rrezikut, vroni edhe vetin pra. Sepse jo edhe për vetë keni me punu. Po nuk jeni ju që e furnizani vetë, as i sjellni rrezik vetit. Ju e lëmë një rrezik tjetër kush ja u vjen. Edhe për vetë dhe për familjen e tij.